edhe ana tjetër kontributi kuptohet në shërbime. Mirë, po këtu politika nuk ka vetëm shërbim. Këtu është politika, është biznes, domethënë me ka shërbim, ish ka ma mirë, domethënë njeri është i përkashëm si shërbim, e kryen një shërbim që është tha Viktori, edhe nëse s'mundet me kryen një shërbim të mirë për qytetarin, ai veç largohet për politikës, ai bën që është njeri i ndershëm, është i respektuar, por është njeri që ka frymë demokratike dhe çka, frymë institucionale dhe shtetërore. Kupton shtetin që nuk mundet domethënë me kontribu për ta dhe ai largohet për asajna. Premtime normalisht fillojnë pesa dhe tutjet këtë shumë premtime, na jemi mësuar me to, fushata shumë e shkurt, prandaj gjithçka shkon shkurt. Edhe këta kolegë që hin politik, ta meqton, nuk do ta kenë lehtë sepse është periudha shumë e shkurtë edhe afirmimi politik edhe mediat e bojnë punën e vete, propaganda, marketingu, kush po lufton më shumë, te na politika është një luftë e vrashët midis njerëzve, jo vetëm te një lloji, po te shumë llojeve. Edhe brenda një lloji ka probleme, por brenda një subjekti politik ka lloje të shumta që janë kacafyten politikisht ose kanë konflikte ose kanë luftë garë, se sistemi proporcional ta i detyron me luftu njëri kundër tjetrit brenda subjektit. Edhe këta nuk janë komod më, se brenda këtij sistemi ti lufton me fitu sa më shumë vende, pra me mund ngrit përpjekje më të qenë më bë deputet, realisht ti mas pari ki luftë me subjektin ton politik, ku i renditon, pastaj